Mos e derdhni kur ujin e makaronave, ja për çfarë mund ta përdorni. Makaronat përgatiten më lehtë se çdo ushqim tjetër, megjithatë zakonisht të gjithë e derdhin ujin në të cilën gatuajnë makaronat, por as nuk e keni menduar se çfarë mund të bëni me këtë. Uji në të cilën janë gatuar makaronat është plot minjëseshte dhe krip dhe mund të përdoren në mënyra të ndryshme. Merrni një filxhan nga uji ku keni zier makaronat, shtojini te salca dhe më pas e përzieni me makaronat. Përveç kuzhinës, ky ujë ka edhe një qëllim tjetër. Domethënë kur makaronat gatuhen nisë shteja shpërbëhet në ujë dhe bimët e duan nisë shten. Mineralet në ujë shpërbëhen si ple për bimët, gjë që nxit rritjen më të qëndrueshme dhe afatgjatë. Uji do të stimulojë lëndët ushqyese natyrore që janë në tashmë në tokë dhe kjo do të rrisë lagështinë e tokës. Por mos nguroni të ujisni lulet e shtëpisë suaj me këtë ujë, por mund të keni kujdes që uji të mos jetë i kripur, pasi siç e dini, kripa mund t'i dëmtojë bimët tuaja.